Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Kjo javë ka qenë shumë e ngarkuar dhe e ngjeshur me ngjarje jo vetëm politike, por edhe me lidhje me atë që ne kemi kaq kohë që e dëshirojmë si shqiptar drejtsinë. Mi po drejtësia tash po bëhet një makth që po paralizon gjithë vendin. Dhe nuk e di, kjo do të jetë drejtësi për drejtësi, për një ndryshim politik nëpërmjet drejtësisë, apo të jetë një drejtësi që të vehet në binar shteti dhe të funksionojë shteti i drejtës. Këtë do të diskutojmë sonte me analistin Arlian Sulo. Mirë se ka. Faleminderit. Le ta fillojmë me protestën e mbrëmshme. Shkurtimisht, sinqerisht ka një pikë që nuk du ta diskutojmë, se është përsëritje e të njëjtës, domethënë, po mos dalin fare shesh dhe t'japin filmimet e mëparshme, është e njëjta gjë. E njëjta gjë, Ka dy mendime për këtë, Ilir, ka dy mendime për këtë. Një pjesë e opinionit dhe analistëve mendojnë si ju që është një déjà vu, përsëritje, të njëjtë njerëz, të njëjti efekt, dhe kjo vjen nga një dobësie, po themi, ose nga një gabim i saj, nga një nxitim i saj, nga një populizëm i saj, i cili është që parulla ose motoja, të themi, ose perceptimi që ka ngjitur në publik e janë se këtë radhë dorëzojmë Ramën. Ky është një problem, ky është një gabim, ky është një thirrje populiste e saj. Që i ka kushtuar edhe në numra, edhe në pjesëmarrje, edhe në besim, po edhe në këtë që thoni ju në formimin e opinionit publik dhe në perceptimin e njerëzve. Nga ana tjetër, për të ardhur konkretisht në pyetjen tënde, unë protestën e djeshme e pash ndryshe, do thoni ju si pse. Sepse ishte protesta e tretë e radhës në një kronologji në një hardcore 2 javor. Pra po ta kemi parasysh, unë vetë dhe shumë të tjerë nuk e pristin një vijim normal të protest. Nuk po themi suksesshëm, nuk po them ishin më shumë se radhën e kaluar, nuk po them se ishte protest e madhe, super e madhe. Nuk ishte as ato si ato të Bashës, po them. Por ishte konsistenca e protestuesve që është, si më thënë, vlera e kësaj proteste. Qofse mund ndërhyj. Dhe është për 20 shkurtin, nëse bëhet edhe 20 shkurt dhe do ketë këtë pjesëmarrëse pak më shumë, i bie 4 protesta për 40 ditë, themi, që nuk jam pak në këtë shoqëri të mpirë, nuk është një sinjal që anashkalohet, nuk është një gjë lëvizje politike e parëndësishme. Po, jam dakord. E para njëherë, këto nuk janë protesta kombëtare. Nuk janë, as qytetare. Dhe as qytetare. Këto janë organizime partijake. Dhe një parti, aq më tepër që është parti për 35 vjetësh. I ka njerëz 30-40-50 aty nuk ishte se edhe media, nga ignoranca, nga shërbimi, nga nuk e di çfarë, i thotë gjithë media dje thonte kjo protestë kombëtare. Po që protestë kombëtare? Kombëtare i quajnë, domethënë që ka pjesëmarrës nga gjithë Shqipëria. Po jo pjesëmarrësit janë politike, demokrate, pjesëmarrësit janë degët e Partisë Demokratike. Degët po që është jo e Tiranës, është term organizativ që përsëritet, është term organizativ. Jo, protestë kombëtare është paralizosh vendin. Dakor. Në gjitha qytetet ajo është protestë kombëtare. Është protestë kombëtare. Në kuptimin e parë të fjalës ju keni drejt. Në kuptimin e parë. Pastaj politik organizativ është kuptimi i dytë që themi vjen protestues nga gjithë Shqipëria. Çfarë nuk e bë qytetarin atë që themin e gri? Të bashkohet aty, ja të them, kjo është. Pra nga kjo, nga ai... Se nuk është na i qameti ma se pas ka mbledh 5.000-10.000 aq deg, aq njerëz që janë interesuar për... Po ki parasysh që ne nuk jemi një vend normal, si Ballkani nuk është vend normal. Pra ju po flisni për një vend normal që do ishte normale, pse është në një qamet dhe me të drejtë që do vinin 10.000 veta, 15.000 veta në gjithë Shqipëria, protestojnë për fjala vjen ndërtimet, për normën e lartë të ndotjes. Shumë sepse apo për mbetjet e kurumit që doli me element kancerogjen, që duhet ishte ngrit gjithë Shqipëria. Kjo pra janë interesat e shoqërisë civile në gjithë botën që ngrihen grupe. Liri, pse? Por ne nuk kemi shoqëri civile dhe pra ne nuk organizohemi. Atëre pyetja na fton për debat të dyve, jo vetëm mua. Ju fton dhe juve në kuptimin që
Ore këta shqiptarë, këta qytetarët që mungojnë të PD-ja, po për elementet kancerogjen të mbetjeve të kurumit. Jam plotësisht dakord. Se nuk ngrihen. Jam plotësisht dakord. Po pra, po këtu ka një pikpyetje për te PD-s. Sigurisht Berisha, leadershipi i Partisë Demokratike, që unë them, leadershipi një kryesia duhet të ikë. Kjo as diskutohet, është pak po e sigurt. Kjo është me pakta. Por këtu ka një pikpyetje me ndërgjegjësimin qytetar, me zemërimin, me reagimin në fund të ditës. Pra unë mendoj se ne nuk kemi një vend normal. Duke mos qenë një vend normal, Po s'kemi qenë herë normal. aq më keq, pikërisht. Ti je një njohës i mirë i efekteve dhe vijimit të komunizmit si mentalitet, enverizmit si mentalitet, daç frikës, pra se i ke jetu dy periudha dhe i ke jetu në kurizi, me thënë, në lëkur, i ke hequr në lëkur ato vite, duke qenë edhe kundër ti, po edhe viktime ti, pastaj dhe me demokracinë, dhe nuk është e thjesht trashëgimnia komuniste, trashëgimnia e frikës, trashëgimnia e spionllëkut, e të mbajtur e njishit, e idhutarisë, duke mbajtur mirë me pushtetin. Unë të them të drejtën, sot kjo që thojnë kanë frikë. Ja të shpjegoj. Përdoret. Jo, konformizmi. Konformizmi, bravo. Do ta shpjegoj tjetër me konformizmin. E kemi diskutuar janë që një nga dramat e shoqërisë tonë, si shteti Kina të ca vjeçare, është sepse ne nuk kemi pas elita ndërgjegjësuese për këtë vend. Ne kemi pas pavarësisht tamtameve që bëjmë, qoftë edhe këta të kraut nacionalistë, qoftë edhe këta të kraut që bëjmë në gjoja në emër të atë dhejot, kanë qenë njerëz që është fakti ku jemi më burr. S'ka nevojë për analiza gjata, fakti. Ne kështu kemi qenë, s'kemi mundur të ndërtojmë një shtet të fortë, konsoliduar. Jo, shtet me institucione demokratike ne kemi ruajtur të jetën. Kjo është plagë. Edhe shtet drejtë. Kjo është edhe shtet drejtë, pak pikërisht se ato lidhen bashkë. Dhe pikërisht një nga problemet të lëm skandalet e fundit, themi, apo akuzat që akoma duhen vërtetuar ndaj kësaj qeverie dhe ndaj kryeministrit, unë personalisht kam besuar me atë, sa mund të besoj një gazetar, sigurisht me dyshimet e arsyeshme, që kjo qeveri dhe ky kryeministër mbas një periudhe 2008, 2005, 2013 të Berishës dhe të PD-s do bënte dy gjëra. Do të bënte një gjë e cila do të kishte efektin shumë të madh. Do bënte shtetin, të cilit e premtoi shteti ligjor, institucione demokratike, duke i dhënë fund tranzicionit. Këtë nuk e bëri. Do t'i lëm akuzat. Jo, vite të debati vite teza jote. Analist serioz tuaj thonë që nuk mund përdoret më fjala tranzicion. Tranzicioni quhet një periudhë 5, 6, 7 vjeçare maksimumi. Ne kemi 35 vjet që themi tranzicion, si jemi më në tranzicion. Ne kemi hyrë në kënet dhe sillemi në kënet. Më keq akoma. Më keq, dakor. Pra, kjo është ajo e protestës që desha të thosha. Pra, ti lëm të thash edhe njëra akuzat që janë, sigurisht ato janë fitili që kanë ndezur, themi edhe protestë ndash politike, kështu. Por si është gjendja sot? Si është një qytetar shqiptar mbas 12 vjetësh për arsimin, për shëndetësinë, për çështjen e pronave, për çështjen e ndotjes, për çështjen e ndërtimeve, për çështjen e çmimeve dhe varfërisë? Lexoja një intervistë dje për çështjen e SBA dhe për autoritarizmin e Trumpit, themi, dhe pjesa e opozitës 3-4 çështje ngrinte, nuk ngrinte 34. Po është, amerikanët kanë shku tani te problemet ekonomike. Ajo dy gjona i cënojnë amerikanët, liria dhe ekonomia. Për tjetër se si bëhet vonë fare. Po i cënove lirinë dhe ekonominë. Kështu që për të ardhur te çështja jonë, nuk është vetëm tani pjesa demokrate që i shkon pas interesave të Partisë Demokratike që do vinë pushtet. Okej, po këta tjerët, po pjesa tjetër e shqiptarëve për ekonominë. Tani çohet edhe, kemi edhe ndryshimet ligjore, kemi çështjen e drejtësisë, që ju me të drejtë e shtruar, që është një debat i madh. Ai është debat i madh. Pra bëhet dhe ekonomia dhe çështja e institucioneve pavarura, shteti i drejtës, lufta ndaj korrupsionit. Apo tentohet që të vihet aty një barierë? Unë them po. Ju mund të thoni jo, dikush tjetër thot por. Prandaj të gjitha këto janë arsye për të protestuar. Të shikojmë si do ndodhi, domethënë edhe gjatë 20 shkurtit, ku demokratët apo vetë leadershipi Sali Berisha thot që do të jetë një ngujim në shesh.
Ja. Ajo mund të jetë pastaj një përsëritje, mund të jetë karikaturë e çadrës parë, mund të jetë ndihmuar nga faktor të brendshëm dhe juridik. Janë kemi diskutuar, janë disa kushte për të rrëzuar një qeveri. E para janë numrat. Numrat tonë nuk i kanë. Dhe të rrinë çadër. Edhe konsistenca. Dhe kanë dhe konsistenca, po. Lirë është edhe konsistenca është e rëndësishme. Nëse janë edhe 3000 veta themun, nëse do rinë atje 2 muaj. Po jo, më nuk rrezon prap, ka numrat ai. Në shtrëngesë ndërkombëtare deri tash nuk duket. Dakor, kjo është bile sa i ka mirë me ndërkombëtarët. Kjo është e diskutueshme. Së fundi Bashkimi Evropian ka qenë, jo së fundi, po para 2 ditësh ti e di, ishte deklarata e parë që ishte kundër kësaj mazhorance e Bashkimit e Komisionit Evropian për çështjen e imunitetit. Po e di pse nuk ka shtrëngesë, sepse shohin kush është krau tjetër. Se nëse flasim për korrupsion, është tezë që nafton në debat për 8 minutazhit që keni emision. Kjo se ka një nonsens në të gjithë te. Dhe ti, unë si që të apsem, vjen për të rrëzuar një qeveri të korruptuar, një njeri që është paktën në hetime nga SPAK, është në akuzë nga SPAK-u, në proces gjyqësor, dhe është proces gjyqësor, dhe është non grata nga 2 fuqit më të mëdha për korrupsion të lartë dhe për minim të demokracisë. Pra, a kemi një nonsens këtu? Dhe kur vjen kjo punë, thot tjetri, po pritet latash se të bëj një paralele me, nuk paralele çalojnë, të bëj një paralele me 2005-ën, 97-a Berisha, ose 98-ën, nëse iku në 97-ën me akuza ku më të rënda. Pa, vrasje. Nga pushteti, luftë civile, dhe në 2005-ën erdhi. Për te makjazhit propagandistik, komunikativ, gazetaresk, perceptimit që u bën në publik, a ishte korrupsioni i qeverisë nano? Pa. Mi për nuk kishte dy gjëra atëherë. E pan Berishën si, ju do thoni, dash dhe mosha biologjike, mosha politike. Jo, po legalisht nuk kishte 2 akuza ai, nuk kishte akuzat për korrupsion, dhe nuk kishte non gradën, këto 2 janë shumë të rëndësishme. Te korrupsioni ne duhet të vim te e keqja me vogël, mendoj unë. Nëse kjo qeveri krahasohet me korrupsionin e qeverisë Berisha që ka pasur, del nata me ditën. Në perceptim jam dakord. Është nata me ditën. Shiko, për mendimin tim, shqiptarët janë, domethënë, çështja e reagimit. Ti e di shumë mirë, për njerë duhet të reagosh ndaj çdo gjëje që të duket e padrejtë si qytetar. Pastaj është indinjata, pastaj zemërimi revolta. Shqiptarët nuk janë në revolt, shqiptarët nuk janë në zemërim, po shqiptarët janë reagues, mendoj unë tani. Dhe janë të pakënaqur të zemëruar. Nuk besojnë te opozita, jemi në këtë fazë. Por me këtë tezë i bie që ne, domethënë, të çmendet më tej kryeministri apo zëvendës kryeministri apo ministrat dhe ne gjithmonë themi shiko se kemi Gogolin Berisha. Nuk mund të funksionojë kështu. Ti nuk mund të më mbash mua të ftuar sot, se nuk është një i ftuar nesër. Ti sigurisht do kërkosh, ti sigurisht do ta bësh vetë, se je aftë ta bësh vetë. Ti sigurisht do ta gjesh, po do ta gjesh. Pra në demokraci gjendet gjithmonë. Gjendet si në çdo vend, gjendet zvendësuesi. Po jo shkosh maskale ngordhur. Po di nëse do jetë Berisha. Po nuk është Berisha. Po nuk është se ai e udhëheq protest. Nuk është Berisha. Po ai e udhëheq protest. Nuk është. Pastaj ju e thatë vetë. Se u zgjatët se hormuz do të ju e thatë vetë. E gjithë kryesia e asaj partie do të. Kryesia po patjetër. Sepse njerëzit ta themi të sot, siç theti, këte janë dakord të percepcioni, korrupsionit është shumë i madh njëri në tjetrën, dhe ka. Nuk diskutohet që ka dhe është bo zullumi, mos ka ku shkoj bo. Por problemi është që ku shkojnë po edhe këta që flasin dhe qajnë hallet e popullit, se kemi diskutuar duke të herë bashkë. Edhe këta ka bën një jetë vanitoze që edhe çfaqin e Josefina që fel për prafurin shkoi boni martesën në Rom. Po ata djemtë të tjerë që nuk janë të korruptuar. Po din lapa. Po ta marrin fuqinë, po ta marrin. Po shiko se vim prapë te debati që kemi bërë, atëre ka një pikë pyetje. Po ata, shiko, ato vota që kanë marrë që quajnë sukses për mua janë dështim. Ata janë dështim dhe në sondazhin që doli dje të kolegut ton Zaloshnja, ata kishin rënë.
2 të 10 e tyre, 1 të 5 e tyre, më fal, më shumë, 07, 08, 07 që nuk e votuesve, do me thënë, i binde 7 në 10 votues, nuk ishin më të bindur të votonin për ata. Po normalisht mëse u diskredituan sa morën ti e pe lufta që bën ata për një si karige. Ka mundësi, Liri, si ka mundësi që për një karige, po kja Gronsheaj që lufton për një karige, si ka mundësi që ca të pa korruptuar, ca që janë kundër kësaj qeverie, kundër themi padrejtësive, që janë dhe kundër Berishës, jo që për mua janë dështim, po edhe po u bien akoma pikët elektorale, sepse diçka nuk shkon. Pra, mendoj do me thënë se ka një farë ndryshimi. E di pse njeriu më i respektuar nga gjithë to, pavarësisht se nuk pajtohem me te, me ideologjinë e tij. Është Arlind Qori. Arlind Qori. E di. Ai ka një bosht, ka një frym, këm gullin atë të vetën. Kjo ka një problem. Arlind Qori dhe Gronsheaj, jo vetëm, po Arlind Qori kanë një individualitet. Kanë ngarkesa tash? Pra, këtë po të them, po njëherë politikisht, pastaj kanë një individualitet, do të thënë një protagonizëm të theksuar dhe kanë një projekt politik që unë e shikoj më shumë se 10 vjeçar. E shikoj edhe 20 vjeçar. Tani 20 vjeçar, 10 vjeçar, po e egzagjeroj për ta kuptuar, 20 vjeçar, 20 vite, të presim ne që të bëhet ndryshimi me anë të këtyre, duke qenë të vetëm në luftë, duke qenë të vetëm në këtë anormalitet, është jo produktive për çështjen demokracisë them. Ora nuk kemi vim prapë ke ajo që ne jemi se ne sinqerisht në gjënë studio kemi diskutu, të gjithë flasin ne intelektuale, se duen intelektuale, se duen, që është kjo ma? Që është kjo se kam thonë dhe herë tjera, 35 vjetë në Amerikë, unë nuk kam në gjuhë njëri, thotë unë jam intelektual, nuk kam në gjuhë në studio televizive në intelektualet. Ne, pikërisht se kemi ato që quhen elita intelektuale, të kompromentuara. Mos kemi më një tjetër një gjithë. Të konformuara. Që shofin, nuk shofin, po e them cop, jashtë bëthës vet, nuk shofin jashtë bëthës vet, jemi në këtë gjenje. Tash kjo ka qenë edhe gjatë regjimit komunist, edhe sot dhe vazhdon dhe pikërisht këto njerëz ne i majmë si njerëz modele. Që në 1910-ën thuhet, që në 1910-ën ishte një katraur tjetër tash për 90 vjetorin e shkrimtarit, një njeveri e gjallë tash. Tani rimde drejtësia e kishte test të mira për mua, tash për ta përmbledh. E do të pyesë edhe tash kjo sistemi drejtësisë si do bëhet, si shef, se një anë kemi nevojë për drejtësi, në anën tjetër nuk mund përdoret drejtësia si mekanizëm për ndryshim politik. Sepse atëherë mund të hymë në një situatë shumë të rëndë. Ta themi shkurt se ju e njihni dhe SBA-n politikën edhe themi dhe politikën e jashtme të saj, gjeopolitikën e saj e Amerikës. Në fakt, ky lloj mekanizmi ka dështuar në Rumani, ka dështuar në Sloveni, dështoi po thuj në të gjitha vendet që u eksperimentuan. Dhe nuk është era e parë që fuqitë e mëdha Amerika e Europa dështon me Ballkanin, posaçërisht me ne, me Shqipërinë për fat keq. Ta përmbledh me një fjali. Kjo nuk duhet të ishte kështu, por realisht është kështu. Nuk duhet të ishte kështu si thoni ju. Nuk duhet që drejtësia absolutisht të jetë mekanizmi për ndryshim politik ose për mekanizëm për të bërë loj konjunktur politike, qoftë edhe nga partneri ynë më i madh që është Amerika. Ka kushdo. Është. SBA e ka parë prej fillimit, prej 2016-s, prej 2015 kur është përgatitur, si në të gjithë Ballkanin, e ka parë si mekanizëm për ndryshim politik. Si armë të fortë në mëngën e saj, ndërkombëtarët, po Amerika e mori si flamurin themi të spaku i ndanë gjukatat e për të bërë ndryshime të cilat nuk po bëheshin vetiu me anë të zgjedhjeve, që duhet të bëhen me anë të zgjedhjeve. Mirë apo keq, te diskutojmë çdo debat. Për mua nuk duhet të ishte kështu, por nga ana tjetër është ai bishti do të thënë refificioz. Ne duhet ta bënim vetë, ne nuk po e bënim. Pse se zgjedhjet kapen, pse se financimi partive është okult, pse flet Amerika për financim të paligjshëm dhe të pandershëm të zgjedhjeve, jo më ne. Elitat janë pa ato. Kriza. Dhe nga ana tjetër, pra ata ndërhyjnë me anë të drejtësisë. Në këtë situatë të diskreditimit politik perëndim që edhe në Amerikë, sidomos me gjithë çka po ndodh në gjeopolitik, por edhe me rastin Epstein.
atëherë duhet bëjmë ndryshim politik me drejtësi, jo drejtësia vazhdo punën e vet. Sepse mund të jetë një njeri, ne po themi si mund është të jetë një njeri korruptum, nuk mund ndryshtosh ti gjithë frymën e një partie. Ose gjithë frymën, po shiko. A kuptoj është. Për mua ka dhe dhëna për këtë, ka dhe dëshmi të ish ambasadorit Lu, i ka thënë një kolegu ton, në fillim duhet kesh besim të drejtësia të reforma e re, sepse në fillim do arrestohet ose do dali nga do arrestohet. Berisha, Meta, pastaj Rama. Edhe gjithë logjika kjo ishte, do të thënë të heqim këtë elitë politike, këtë leadership që ka si në asnjë vend të Evropës juglindore, edhe në Ballkan përveç Gjukanovićit, po edhe ai ka ikur, që rinë pushtet dhe nuk ikën me zgjedhje, sepse rrethi vicioz kapi zgjedhjet, kapi pushtetin, korrupsioni, drejtësia. Mos harrojmë dhe atë tjetrën, që drejtësia ishte vasale, këtë kishim nevojë. Vasale e politikës. Zgjidhej nga politika pikë. Dhe pruti jo shumë të rëndësishme në kohë të Berishës, prandaj thonë nuk ka qenë korrupsioni, kështu se drejtësia ishte në varësi të Berishës. Ka të bëjë dhe kjo, arsyesh logjikesh. Ne dim gjithë është ministra. Do të them më shumë se kaq. Në kohë të Berishës ka pasur ish krye prokuror që bënin shëtitje para vilës se ish krye parlamentari që të hanin drejt me të. Do të thënë, ish krye prokurori shkonte zyrtarit të lartë, politikarit të lartë, për të ataku. Jo e kundërta. Apo jo që s'kishte punë fare. Pra, se ishin zgjedhur nga ai, kishin mandatet në dorë, kishin të drejtë. Por, mjeti i keq, për qëllimin e mirë, prap nuk e bën një vepër të mirë. Ata do me thënë për mua, janë nisur për të bërë një gjë të mirë, për fundimin e mirë, por mjetet kanë qenë të këqija. Duke nisur, se hapet ky debat lirë sot, dhe afrojmë tu te Rama që është kujtuar sot për paraburgimet, është kujtuar sot për tejkalimin e kompetencave nga drejtësia dhe luftën e pushtetit përplasjen e pushtetit ekzekutiv me legjislativ dhe ekzekutiv, kur ndërkohë ne kemi para 2 vjetësh arrestimin e Ilir Metës. Skandal. Që është sot akoma në burg. Kemi Berishën 1 vit në arrest shtëpie, kemi gjithë të tjerët të Belerin e tjerë, kemi Erion Veliajn. 1 vit që unë e them është skandaloze, nuk njihet me dosjen sepse drejtoria e burgjeve, po kjo është skandal, drejtoria e burgjeve nuk lejon kompjuteri. Tani u bë 1 rast me Beqin, u bë 2 rast me Metën, u bë 3 rast me Lili. Nuk ndryshohet kjo rregullore apo ky ligj në parlament vet që duhet të lejojmë kompjuter pa internet, ose dhe me internet me roje, po pa internet të shikoj i burgosuri, i para burgosuri, dosje, se është 60.000 faqe. Sot është telefon? Se është 60.000 faqe. Po telefon s'ka s'ka, se për telefonin mori akuzën e dytë, çështjen e dytë. Një gjë mësolle, me një gjë shumë. Pra, këtu është çështja, është mirë apo keq? Ata për mua amerikanët e bën keq, sepse e nisën politike dhe kjo zgjati, po për ta unë them një gjë, Lirë, dhe nuk e di ma mbështet apo jo. Për ta nuk është një gjë, një eksperiment 10 vjeçar. Qoftë i suksesshëm, po qoftë i dështuar. Siç thotë ka dështuar edhe në vende të tjera. Ka dështuar. Edhe po dështoi. Ka dështuar edhe këtu, do dështoj këtu reformë. Edhe po dështoi. Ore nuk mund të punojnë organizma paralele, tash kjo është çështje shumë e gjatë, po më prunë këtë Belerin mbrëm. Po si ka mundësi, more zotëri? Po nuk e du mora. E kape me Belerin tani. Nuk e du me Partinë Socialiste. Mo nuk e du asnjë. Po si mund të shkojon këtu në protestë kur syri net më del mbrëm, më merr Belerin dhe flet Beleri për drejtat e njeriut, dhe flet Beleri për protestën, flet Beleri për korrupsionin, një njeri që i ka gjitha dhënat, i akuzuar për vrasje, që ka vrarë ushtarët shqiptar, me këtë do të mbrohet, po unë këtë opozit kur mos ardh, dhe ngort aty ku është. Ja po e them cop, ngort aty ku është. Po si vjet turp tyre more vin me Beleri, si vjet turp more. Shiko. Po si vjet turp aty atë krastës more. Ne po diskutojmë. Po si mund më marrësh ti Belerin për drejtat e njeriut, po a kanë një ndjesi shqiptare këto? A kanë një vedije këta njerëz? Si më mund të merret Beleri, po të dhjetë edhe Bashkimin Evropian edhe bëhen e gjithë kush e ka bë Belerin aty. Po ta them sot, se është një maskaradë turpshme në Europë i ndrat parë dhe kjo Europë e qelbët do më na thonë me mend kur këto janë një bordel për vete.
Bordel është bo. Po, Bordel është bo me çështjen e psen, bordel është bo me korrupsionin, bordel është bo Europa vetë. Hajde tash, si vjet turp këtyre palaçove. Këtyre palaçove. Vetëm një gjë në fund të kësaj. Po. Edhe ti sikur të kesh të drejtë. Do me thënë, se ti ke një të mirë që çfarë mendon edhe jashtë emisionit, çfarë thua jashtë emisionit, e thua dhe në emision. Po një njeri apo burr, nuk ka. Po ti e di maskën themi apo themi gjoja në etikën profesionale që Po s'më rruhet për etikë fare apo flas kështu. Po të thosha një gjë, si t'ja bëjmë? Po bie dakord me ju. Po më po ashtu se që nga 1878 që na kanë coptuar, e 1913, e 18-ën, edhe më mbrapa, edhe me Jaltën, kjo Evropa na e ka bë. Këto të këshia, a? Por si t'ja bëjmë që ne varemi nga kjo? Sepse zgjedhja tjetër është lindja. Varemi në kuptimin s'kemi zgjedhje tjetër më të mirë. Se zgjedhja tjetër është lindja, zgjedhja tjetër është Turqi, varemi, por duhet kesh një pek bon, varemi se varet, edhe Serbia varet, po i trego dhomët. Ky s'është problemi edhe Serbia varet, po i trego dhomët. Edhe Greqia varet, po i trego dhomët. Ky s'është problemi i Bes. Është problemi i jon. Po pra, se ne duam të shkojmë atje. Ata nuk duan të vinë këtu. Ne duam të marrim pushtetin për të përfituar nga pushtetin nëpërmjet përkrahjes europianëve, ndërkombëtarëve. Politikën e jashtme dhe po ta themi cop, edhe e shkërdhejmë vendin tonë siç e kemi shkërdhyer. Patjetër. Me që jemi këtu, e njëjta gjë ka ndodhur dhe kush është mendimi juaj, në lidhje me Hagën që po dënohen çlirimtarët, ka ardhur puna që ajo Serbi që ishte agresore, ka ardhur puna që ajo Serbi që ishte agresore, po bëhet viktimë sot, po dënohen. Thaçin e këta tjerë ti mund të dënojsh për korrupsion, se ka ndodhur në Algjeri, ka ndodhur në Afrikë, njerëzit e Mandelës, ka ndodhur në si çdo zakonisht që revolucionarët kryengritësit apo ta për krime lufte. E para ka qenë një shtrirje pa rregull, e dyta më duket krejtësisht e padrejtë kjo, për të plotësuar eksin e Serbisë dhe në këtë situatë që jetojmë, çfarë mendoni ju kur gjeopolitika siç e thatë dhe ju po ndryshon, çfarë do të ndodhi në këtë situatë që është Kosova sot? E para, dosja e Hagës. 2 minuta ke. Dosja e Hagës, po shkurtimisht se është thënë shumë edhe nuk mendoj se do shtohet në një gjëre thjesht për ta theksuar. Dosja e Hagës është mod dosja e Ministrisë së Brendshme serbe. Pa. E ky është një skandal. Dosja e Hagës është ndihmuar, dosja që është sot në Hagë është e mbushur, e përgatitur nga agent rus. Nga ai se e treta un kam dëgjuar edhe par dje, po edhe dje goxha pjesë nga aktakuza e prokurorit dhe kryeministri ka të drejtë për maskarallokun dhe idiotësinë e asaj akuze që i cili arriti deri absurditete të tilla që tha Wesley Clark dhe general të NATO-s të tjerë e kanë ngrënë gënjeshtrën apo ua ka hedhur Hashim Thaçi. Pra NATO-s, Amerikës, Britanisë, ushtrisë të tyre ja ka hedhur Hashim Thaçi sepse nuk e kanë ditur të vërtetën dhe Hashim Thaçi nuk ka qenë ky që kanë dëshmuar ata që kanë ditur ata. Kjo është një çmenduri logjike, ushtarake, juridike, është një proces komplet i pabesueshëm. Dhe do me thënë të mendosh që SBA, Britani, NATO, gjitha mund të mashtroheshin për gjërat në terren nga Hashim Thaçi dhe nga disa komandant të UÇK-s që vepronin në zona të caktuara, ne e dim shumë mirë sa shtrirje kishte, çfarë organizimi kishte në terren për të bërë sipas Hagës ato dhe akuza ka një, do të thënë, ky qëllimi i keq për të njollosur historinë. Këtu është problemi më i madh dhe besoj e ndani të njëjtin mendim. Këtu nuk është problemi i një emri, i dy apo 3-4 persona. Këtu është problemi që nëse kjo akuzë do të mbështetet nga gjykata që unë nuk e mendoj, atëre kemi të bëjmë me vendosjen e një njolle historike për luftën. Është puna vetëm njollët. Krijon një situatë shumë të rëndë
dhe je favore ka Serbisë efekte në aspektin juridik dhe geopolitik të geopolitikës dhe të ardhmës Kosovës. Ky është problemi. Ky është problemi. Të shpresojmë, shumë bukur e thekë. Të shpresojmë që ajo që ka ndodhur me precedentin e ish-kryeministit Ramush Haradinaj, për të cilin Haga dha 25 vjet dhe gjykata e liroi, do të ndodhë edhe në këtë rast. Faleminderit. Faleminderit ty.